Elgi Doda nuk njihet bën ndryshim drastik në pamje. Artisti I njohur I muzikës shqiptare, Elgi Doda, ka befasuar publikun dhe ndjekësit e tij me një transformim të papritur në pamje. Ky ndryshim I madh estetik lidhet me projektin e tij më të ri muzikor, të cilin ai po e përgatit me shumë kujdes. Në fotot dhe pamjet e publikuara së fundmi, Elgiti është shfaqur me flok bjond. Një zgjedhje që përbën kontrast të fortë me imazhin e tij të zakonshëm, pasi artisti njihet prej kohësh për flokët e tij të errët dhe stilin karakteristik. Ky ndryshim ka bërë që shumë njerëz ta shohin thuajse të panjohur, duke e kthyer pamjen e tij në një nga temat më të diskutuara në rrjetet sociale. Transformimi I artistit nuk është pritur njësoj nga të gjithë. Një pjesë e fansave janë shprehur entuziast dhe e kanë përgëzuar për guximin për të provuar diçka të re, duke e cilësuar pamjen moderne dhe në përputhje me trendet aktuale të muzikës. Nga ana tjetër, disa ndjekës kanë mbetur të habitur dhe madje skeptik, duke thënë se ky ndryshim e largon nga imazhi I tij I mëparshëm, me të cilin ata ishin mësuar. Pavarësisht komenteve të ndryshme, një gjë është e sigurt. Elgi Doda ka arritur të tërheqë vëmendjen dhe të ngjallë diskutim, duke dëshmuar edhe një herë aftësinë e tij për të qenë në qendër të vëmendjes. Ky hap I ri në pamje shihet si pjesë e një strategjie artistike për të shoqëruar me një imazh të freskët edhe projektet muzikore që pritet të publikojë së shpejti. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.